Dgjoj, nuk është problemi sepse është Bashkimi Ulaj apo dikush tjetër apo tjetër dhe tjetër. Duhet të kuptoj një gjë, edhe kur ka qenë Partia Demokratike në pushtet, po të njëjtën oligarkë kanë qenë. Unë jo pa qëllimin quaj oligark partisë. Oligark partisë sepse këta nuk janë oligarkë të cilët u bën me punën e tyre, me djersën e tyre, me mundin e tyre, por këta u bën oligarkë të caktuar nga partia, qoftë nga Partia Demokratike, qoftë nga Partia Socialiste. Ata oligarkë të cilët ishin në kohën e Partisë Demokratike, po ata oligarkë janë edhe në Partinë Socialiste, kështu që nuk kanë ndonjë dallim. Domethënë janë bashkë dhe kur themi që janë bashkë në plot kuptimin e fjalës. Nëse do të shihni se kush e ka tezin e Rreckovecit, kush i ka ato energjitë e mullirit, do shihni që janë çfarë fshihen pas këtyre, se problemi i gjithë është çfarë fshihen pas tyre. Kush fshihet pas tyre? Pas tyre fshihen kompanitë serbe, greke, ruse dhe kineze. Ajo që u kam thënë, ky është i lidhur me kinezët, nuk i kam besuar, nuk është faji im që nuk i kam besuar, por do të vërtetohen ditës do vërtetohen gjitha. Dhe prandaj them, SPAG-u dhe BKI-ja nëpërmjet këtyre politika amerikane dhe FBI-ja po bën çmontimin e Ramës. Po e çmonton. Është si puna e makinerisë, ti fillon dhe heq tavarin, heq të derisa ta nxjerrësh të çmontuar totalisht ku nuk vlen më për asgjë. Dhe të gjithë këta, të cilët quhen oligark, ose po këta nuk janë oligark sepse kanë armë punën e tyre me pasurinë e tyre. Ashtu siç kanë qenë parët tonë që kishin pasuri, e kupton, 100 vjeçare, 1000 vjeçare, e kupton, të trashëguar. Këta e kanë një pasuri për 30 vjet u bën oligark, u bën super miliarder, u bën triliarder. Në të njëjtën kohë që populli vuan, këta u bën triliarder, si u bën? Në çfarë? Po çfarë ndodhi? Ndodhi ajo pjesë këta morën çdo gjë. Po si e morën? Nëpërmjet politikës, duke i shërbyer politikës, po ti vesh re, edhe në fushat elektorale, këta janë që paguajnë, edhe TPS-ja, edhe TPD-ja. Ku është marrin do jemi. Pra këta patjetër që do të janë ata ura lidhëse ndërmjet korrupsionit dhe politikës. Patjetër, nuk diskutohet. Nuk më bën përshtypje emri se kush është. Sepse të gjithë emrat janë të njëjtë, janë njësoj, janë të gjithë. Kastrati ka qenë edhe në kohë të Partisë Demokratike. Po si e mori Kastrati Sheratonin? Si ndërton Kastrati Sheratonin në një park i cili është park kombëtar? Vetëm kaq. Po si ndërtohen kullat këtë digat? Vetëm kaq. Pa llogarit, kullat që ndërtohen mes Tiranës. Pa llogarit këto. Vetëm në 2 pika nevralgjike të Tiranës. Po si është e mundur që porti i Durrësit hidhen miliona, bëhen tender. 2000 shtator 2028 kur ai mori hoqi vëngun dhe solli atë kosovarin që s'din not, e solli drejtor portit dhe në shtator 2025 ai ka bërë tender për portin e Durrësit. Sepse këta duan ushtarët e tyre. Këta duan njerëzit e tyre. Dhe janë ajo guacka e cila populli shqiptar nuk i çan dot. Fal kësaj Amerike, fal kësaj FBI dhe deas amerikane e cila është më tashmë janë në SPAK dhe kontrollojnë çdo lëvizje të SPAK-ut. Fal atyre nëse do bëhet. Se ndryshe nuk bëhet, ne opozit s'kemi. S'kemi opozit, se opozit janë bashkë, unë nuk kam thënë. Këta le të thonë çfarë duan, e djatha nuk ekziston në Shqipëri. Nga qendra deri Majtas jemi ne. 35 vjet tu është bërë politika Sorosit. T'ju vi keqja, ju vjen mirë, s'më intereso fare. Kjo është e vërtet. Dhe pra ne kemi arrit në këtë lloj gjendje. Këtu nuk janë ajo që unë kam deklaruar në 2021-shin, janë 243 emra kam deklaruar në 2021-shin që do jenë non grata në Shqipëri. Oligark të quajtur, politikan, janë këta biznesmenët, janë këta gjyqtarë, prokuror dhe media. Se janë edhe në media, gazetarë që i bëjmë fresk. I bëjmë fresk Ramës, i bëjmë fresk Belinda Ballukut. Dalim pa pik turpe dhe mbrojmë Belinda Ballukut, një hajdute.
që ka vjedh popullin, këta e mbrojnë. Një gjykat kushtetuese që mbron një hajdute. Me plot kuptimin e fjalës. Pse? Sepse janë të kapur të gjithë. Janë të gjithë të kapur. Dhe të gjithë i shërbejnë atij sistemi. Jo më kot kam thënë që 3 klane udhëheqin Shqipëri. Klani Hoxha, klani Alia dhe klani Kabo që është më i forti nga të gjithë. Kështu që nuk po bën përshtypje sepse dhe po të shohësh lidhjet që kanë këta me regjimin e kaluar. Lidhjet që kanë këta me regjimin e kaluar kuptoni pastaj çdo gjë. Të gjithë janë të lidhur me regjimin e kaluar në një formë në një tjetër. Bashkëpunëtor sigurimit, bashkëpunëtor me partinë, funksionar të partisë, funksionar të bllokut dhe dalin edhe sot flasin për demokracinë. Njerëz të cilët unë u kam thënë edhe një herë, në thelb duhet kuptoni një gjë. Në 35 vjet në parlamentin shqiptar nuk është përmendur një herë fjala kapitalizëm, por kanë thënë vetëm ekonomi tregu. Pse? Sepse këta nuk duan zhvillim. Këto duhet shkojnë deri te revizionistët, deri aty shkojnë deri te qendra, nuk ecin dot më tepër. Dhe aty pastaj bëjnë gjithë tallavit e vetë. Prandaj them unë jam bashkë. Nuk e them kot kur them që jam bashkë. Jo se duam, jo se më pëlqen. Nuk më pëlqen fare. Por realiteti ky është. Dhe emrat e tyre patjetër do të shihni në mënyrë lineare. Jo vetëm ta, po ata 10-15 personat të cilët janë. Dhe do shihni që pas këtyre kush shihet, o kompani greke, o kompani serbe, o ruse, o kineze. Dhe qendrat ku i kanë? Në Honolulu, ku i kanë Haiti, ku i kanë Bangladesh, vendet që bën çudi se si janë të regjistruar me këta dhe i shesin të gjithë, i kanë shitur si kompania amerikane. Pse? Për të mbuluar me emrin e Amerikës. Dhe prandaj ajo deklaratë dhe ai vendim që mori Trumpi nëpërmjet Kongresit ju ka djegë të gjithë. Dhe po ti shihni të gjithë politikanët janë fut poshtë krevatit tashmë, se presin kur do t'i trokasi dera. E gjithë politika dhe me këta oligarkë, këta janë levat e partisë, themi. Oligarkët janë levat e partisë, të cilat ka bërë gjithë korrupsionin, të gjithë pasurimin e politikanëve kanë bërë nëpërmjet tyre. Dhe kur them politikanë, po ja u ritheksoj, nuk kam dallim fare, sepse të djathtë në Shqipëri nuk ka. Parti të djathtë në Shqipëri nuk ka.